Projekti shumë i rëndësishëm për komunitetin shqiptar dhe veçanërisht për banorët e krajës ka hyrë në një fazë vendimtare. Deputeti shqiptar në Parlamentin e Malit të Zi Artan Çobi ka bërë të ditur se pas një angazhimi gati 2 vjeçar, të gjitha procedurat ligjore dhe institucionale për rikonstruktimin e rrugës Ostros-Katërkoll janë përmbyllur me sukses. Drejtoria për komunikacion ka nënshkruar kontratën me kompaninë fituese të tenderit publik Putevi Bar, duke konfirmuar fillimin e afërt të punimeve në terren. Dokumentacioni zyrtar i cili përfshin kontratën e nënshkruar përcakton të gjitha detajet teknike të projektit të rikonstruktimit të rrugës rajonale Ostros-Katërkoll, pjesa më kritike për komunitetin lokal. Nënshkrimi i kontratës ndërmjet Drejtorisë për Komunikacion dhe kompanisë Putevi Bar shënon fundin e një procesi të gjatë që ka përfshirë planifikimin teknik, procedurat e prokurimit publik dhe vlerësim profesional të ofertave. Deputeti Artan Çobi e cilësoi këtë zhvillim si një prej sukseseve të radhës të Forumit Shqiptar në realizimin e premtimeve të dhëna qytetarëve. Ai theksoi se investimet në zonat shqiptare në Malsi, Plav, Guci, Ruzhaj, Tivare, Ulqin po ecin me ritëm të mirë dhe po japin rezultate të prekshme. Rikonstruktimi i rrugës Ostros-Katërkoll, sipas tij, është një hap i madh përpara për treven e krajës, një zonë që prej dekadash buen mungesën e infrastrukturës së nevojshme. Rruga ka qenë një ndër arsyet kryesore të boshatisjes së krajës për shumë vite. Mungesa e infrastrukturës së përshtatshme ka ndikuar drejt për drejt në largimin e banorëve drejt emigracionit. Ky problem i shoqëruar nga një zinxhir pasojash, transporti publik që dikur funksiononte dhe sot është zhdukur plotësisht, mungesa mundësive të punësimit dhe izolimi i zonës. Si rezultat, kraja është zbrazur vet pas viti, duke rrezikuar humbjen e gjallërisë së saj shoqërore dhe ekonomike. Për masat dhe suksesi i cili është arritur brenda këtyre 2 viteve në kuvendin e Malit të Zi, të klubit ton, të Forumit Shqiptar, krye të së cilës jam unë, është që kjo rrugë ka marrë një kahje të duhur që në fillim. Fatmirësisht, me 4 dhjetor do thotë u nënshkrua edhe kontrata ndërmjet drejtorisë rrugëve dhe kompanisë e cila fitoi tenderin, Putevi Bar, edhe ato do të fillojnë së shpejti, do të pas vitit të ri, pritet që të fillojnë realizimin e këtij projekti të shumë pritur. Do thotë, unë personalisht jam shumë i kënaqur me punën edhe me angazhimin të cilin e kemi bërë dhe rezultati i cili është arritur deri më tani. Po, na tregoni cilat ishin ndoshta pengesat e hasura gjatë këtij angazhimi, gjatë kësaj hapi të marrë? Unë, t'ju them të vërtetën, nuk kam hasur në kur farë vështirësie, sepse vendosmëria jonë ka qenë aq e madhe që neve do të thotë kemi hypur me një vizion të qartë për këtë trevë, për këtë zonë, të lanë pas doret me dekada të tëra. Edhe prej fillimit do të thotë i kemi shpalosur ato kërkesat tona, ato interesa që kjo trevë të rinjallet, të marrë frymë më lirë, të ketë komunikim të duhur, edhe që në të ardhmen të vazhdojmë edhe më gjatë. Do të thotë presim që edhe vazhdimi i kësaj rruge nga Ostrosi deri në Moriç dhe pastaj për Vir Pazar të vazhdojë, do të thotë me sukses. Edhe shpresim që këto bukuri të cilat i kemi në kraj, bregun e liçenit të Shkodrës, të valorizohen dhe të jemi do të thotë në kushte të favorshme për realizimin dhe për rritjen e turizmit rural këtu në kraj. Siç e dini, do të thotë pjesa e krajës edhe zona e fshatit Zogajve dhe Shirokës është pjesa më e bukur e liçenit të Shkodrës. Angazhimi 2 vjeçar kur e shohim nga një perspektive largët nuk është edhe shumë. Është një angazhim i madh, flas, por nuk është edhe shumë periudhë gjatë deri në arritjen e këtij qëllimi që po merr një kahje më transparente. Por ta shohim kështu, në vitin 1970 është ndërtuar kjo rrugë. Pse kaq shumë vite që të arrihet deri te ky qëllim? Atë nuk e di, sepse me të vërtet unë nuk mund ta kuptoj që kanë kaluar do të thotë aq vite edhe kjo rrugë ka mbetur në gjendje siç është bërë para 50 e ca viteve. Por mendoj që
është dashur të ketë më tepër sens dhe më tepër të shihet që interesi për këtë rrugë ka qenë aq i madh, pasi e marrim parasysh që gati 80% e popullsisë së krajës vetëm është larguar nga vendi vet, dikush në Ulqin Tivar apo edhe Amerikë edhe shtetet e tjera evropiane. Sigurisht si mungese realizimit të rrugës, ujit, e dini shumë mirë, do të thotë që ka qenë edhe pjesë e agjendave të gjatë zgjedhjeve lokale apo edhe atyne parlamentare që do t'ju sjellim ujin, do t'ju sjellim rrugën, por fatkeqësisht ato kanë qenë vetëm mashtrime, pluhur syve edhe mashtrime të cilat me të vërtet kërkush nuk ka shkuar më e vonë edhe mitrokitet me thanë që ku jeni, ku është rruga, ku është uji, sepse me të vërtet pa rrugë dhe pa ujë është shumë vështirë që të zhvillohet diçka apo të jetë edhe një jetë të themi edhe normale. Këtu do thot janë pjesë e kësaj neglizhencës apo e fajit janë edhe pushteti qoftë ai këtu i bashkisë lokale, i pushtetit lokal, por edhe atij qendror, do thot sepse kemi pas rast kur në pushtet në kraj kanë pas partit malazeze, do thot edhe bashkinë lokale, edhe në komunën e Tivarit, edhe në normal edhe në qendër që ka qenë domethënë, edhe kur gjë nuk e realizua. Ajo është me të vërtet për të ardhur keq. Uroj që mos njerëz të jenë, si me thanë, ta mirëpresin këtë, të jenë sepse ka pak edhe skepticizëm këtu. Me shumë kush mendon që jo, është shumë vështirë që realizohet, ka me shumë popull pak edhe me siguri që si rezultat i zhgënjimit të mashtrimeve të një pas njëshme nga partit malazeze, ajo do të thotë është edhe e kuptueshme. Përveç rëndësisë së brendshme, kjo rrugë lidhet edhe me një perspektivë tjetër shumë të rëndësishme, hapjen e pikës kufitare me Shqipërinë, e cila është përfolur se mund të bëhet funksionale në fund të vitit 2025, por deri tani nuk është realizuar. Megjithatë, ky projekt infrastrukturor është i lidhur drejt për drejt me atë perspektivë dhe bën shumë më të prekshme mundësinë e hapjes së kufirit, sidomos për banorët e krajës që e shohin këtë si një shans historik për rikëthimin e gjallërisë në zonë. Të them të drejtën, unë atë kam potencuar vazhdimisht. Do të thotë sepse është pritur që në tetor të këtij vitit të jetë e përfunduar edhe pjesa e Shkodrës, pjesa në shtetit Am, por mendoj që shumë shpejt ato do ta përfundojnë atë pjesë, edhe unë për vitin 2025 e kam para pa 100.000 euro, do të thotë i kam dorëzuar kërkesën, edhe ato janë aprovuar. Ato mjete kanë shkuar në buxhetin e komunës së Tivarit që të hartohet projekti për rrugën nga Kufini, Skje Zogaj, deri në rrugën kryesore që vjen, do të thotë rrugën rajonale R15 deri në Maxhuraj në këtë rast. Do të thotë ato nuk kanë ndërmarrë kur gjë, jam i njoftuar që e kanë formuar një komision, por do të thotë deri në muajin dhjetor mos të arrihet që të kryhet një tender edhe mos të kryhet. Shuma është ndarë, do të thotë kanë kaluar në buxhetin e komunës së Tivarit, por ato nuk kanë ndërmarrë kur gjë. Unë edhe kryetarit të bashkisë lokale të Ostrosit i kam kërkuar që të ndikoj tek kryetari i komunës, pasi që ato janë edhe në pushtet së bashku në komunën e Tivarit. Unë e shikoj që fatkeqësi e madhe që kraja ka qenë pjesë e komunës së Tivarit, pasi që siç e dim neve këtu Treva është 100% shqiptare dhe ato me siguri qëllimi tyre ka qenë që të shpopullohet apo të bjerë numri i popullsisë. Numri i popullsisë. E shohim domethënë vetë faktin që i ka mjetet e dedikuara për këtë zonë, për rrugën, konkretisht rrugën e cila është sigurisht që efekti i plot do t'jetë kur t'hapet edhe pika kufitare, edhe ato do të thotë nuk janë gjendje që një tender ta kryejnë për brenda një vitit kalendarik. Mujmë edhe me shtua edhe tjetër, do të thotë që neve e kemi prioritet, do të thotë edhe zonën e krajës, por edhe zonat e tjera. Do të thotë gjatë vitit 2025 për shembull, kemi qenë ato të cilët klubi i Forumit Shqiptar ka akorduar, do të thotë me kërkesën tonë janë realizuar asfaltimet e rrugëve në fshatin në Hot të Plavës, njësaj zonë do të thotë shqiptare, e cila ka qenë e lënë mas dore, ka qenë një gjendje me të vërtet katastrofale.
Aty janë realizuar asfaltime diku në vlerë rreth 250.000 euro. Edhe pse sot banorët janë më të pakët në numër, shpresa për 2 projekte madhore, rikonstruktimin e rrugës Ostros-Katerkoll dhe hapjen e pikës kufitare me Shqipërinë mbetet akoma gjallë.